Mirëmbrëma, mirë se erdhët edhe sonte në Pak nga të gjitha. Do t'jemi në këtë mbrëmje të sejntes për të folur për politikë sa herë. Ditën e diel në Maqedoninë e Veriut janë zhvilluar zgjedhjet lokale. Qytetarët janë drejtuar kutive të votimit për të zgjedhur kryetarët e 81 komunave dhe antarët e këshillave komunal, përfshirë këtu edhe qytetin e Shkupit. Të dhënat tregojnë se janë regjistruar 22 parti politike, mes tyre 19 koalicione dhe 139 grupe të pavarura. 309 kandidat për kryetar komune dhe këshilltar komunal ishin pikërisht ata që do të votoheshin nga 1.834.415 qytetar me të drejtë vote, të cilët kanë shprehur ditën e diel verdiktin e tyre. Shkupi mban edhe numrin më të madh të kandidatëve për kryetar komune. Zgjedhjet janë monitoruar nga 1451 vëzhgues, prej të cilëve 644 janë ndërkombëtar, pjesa tjetër janë vendas. Sondazhet në fakt kishin treguar se favorite në këtë zgjedhje ishte partia e cila rezultatit tregojnë në fakt që mori dhe numri më të madh të komunave, VMRO DPMNE, ndërkohë që opozita maqedonase duket se vazhdon të jetë në një krizë edhe pas zgjedhjeve të majit të vitit 2024. Ndërkohë që pikërisht aty ku ne duam ta përqendrojmë dhe më tepër analizën e ditës së sotme, janë 15 komunat me shumicë shqiptarësh, aty kishte vërtet një garë dhe betejë me ashpër pritej me Vlen, që është në koalicion qeveritar, dhe opozitës bashkuar në Aleancën Kombëtare për Integrim, që udhëhiqet nga PD-i e Ali Ahmetit. Ne do ndalemi pikërisht dhe do të flasim për situatën pas zgjedhore në Maqedoninë e Veriut, duke u ndalur tek humbja e shqiptarëve. Kjo, le themi, do të jetë edhe thelbi i bisedës. Për këtë unë kam ftuar për herë të parë në Pak nga të gjitha, apo jo për herë të parë në ekranin e RTS Korçës, avokat Esmerald Xhafën, të cilit i uroj mirëseardhje në këtë mbrëmje të sejntes. Mirëmbrëma. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën dhe për formatin e ri dhe diskutimin e ri. Faleminderit ju që gjeni kohën për ndarë me teleshikuesit edhe tema të tilla. Do të kemi një lidhje të drejt për drejt, pas pak gazetar dhe analist. Do të jetë me ne mentor Nazarko, pas pak Leonardolli, gazetar dhe analist të njohur, si dhe Arben Çeiku, drejtori i qendrës shqiptare për qeverisje të mirë, ish ambasador në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut, që duke se e njohin mirë këtë situatë. Avokat, në këto zgjedhje që në fakt nuk kanë përfunduar, sepse kemi një numër të konsiderueshëm komunash që janë në balotazh, e që duket se ditët e para të nëntorit do të jenë ato që do të vendosin. Gjithsesi treguan që VMRO DPMNE arriti të marrë një shumicë të madhe komunash. Janë humbës shqiptarët në këto zgjedhje lokale? Në fakt, unë nuk mendoj se janë humbës shqiptarët. Janë humbëse partitë politike shqiptare. Sepse që themi që janë humbës shqiptarët, duhet që të analizojmë se çfarë humbet populli shqiptar duke mos fituar partitë shqiptare. Por në të vërtetë ata të cilët janë humbës dhe duhet ta lexojnë këtë humbje si një mundësi për të reflektuar, për të ndryshuar leadershipin, për të ndryshuar qasjen dhe sjelljen ndaj elektoratit shqiptar, sepse me këtë vot elektorati shqiptar përgjithsisht, duke qenë për vite me radhë një elektorat besnik ndaj partive politike shqiptare në Maqedoninë e Veriut, duke i votuar vazhdimisht ata dhe duke patur zhgënjime në mënyrë të vazhdueshme dhe permanente, kryesisht nga leadershipi, por dhe nga sjellja, duke mos gjetur edhe veten dhe mënyrën e përfaqësimit atje, vendosën këtë radhë që të mos i votojnë, duke i abandonuar në një farë mënyre, duke ulur numri i mbështetjes tyre, por janë edhe faktorë tjerë të cilët kanë ndikuar te vota, pasi duhet të mbajmë parasysh edhe faktorin e largimit të njerëzve, kryesisht të shqiptarëve, të cilët jetojnë në Maqedoninë e Veriut për shkak se nuk e gjejnë veten, nuk gjejnë mundësira punësimi dhe kanë zgjedhur që të ikin në emigracion. Pra, kur të merret në analizë kjo humbje e partive politike përballë partive maqedonase, duhet që të analizojnë gjithë faktorët për të dalë në një rezultat. Por gjëja kryesore e cila duhet që të mbahet parasysh për vazhdimsinë, pasi
pjesa e balotazhit që janë mund të na ndryshojë rezultatet dhe partitë politike shqiptare përsëri mund të fitojnë terren duke patur këtë balotazh, pasi dhe vota do ndryshojë, njerëzit mund të ndryshojnë mendim duke parë që dolën balotazh dhe të mbështesin një kandidat caktuar. Por ajo që duhet të ndodhi që në momentin mbas zgjedhjeve, duhet që partitë politike shqiptare të ndryshojnë qasjen që kanë ndaj elektoratit. Ne kemi shumë partitë politike. Ka fituar bindshëm avokat. Shiko, janë 34 komuna, e ndërkohë në 15 ajo është në avantazh. Partia në pushtet duhet të kujtojmë diçka. Partia në pushtet ka një leadership të ri, i cili ka marrë drejtimin e partisë pas largimit dhe të shpalljes në kërkim të liderit të partisë VMRO DPMNE, Nikola Gruevski, ish kryeministër i Maqedonisë, ndërkohë që leadershipi është në një moshë relativisht të re, pra është edhe ajo pjesa e qarkullimit të elitave. Kryeministri aktual dhe drejtuesi i partisë VMRO DPMNE është i vitlindjes 1977. Ndërkohë që leadershipi Ali Ahmeti, me gjithë respektin që ne kemi për atë njeri, për atë që ka bërë për pjesën e shqiptarve atje, por çdo njeri ka një maksimum, një kurbë ngritje dhe një maksimum kur nuk mund të japi më pas, sepse në përmoshën që ka për angazhimet e tij, Ali Ahmeti duhet kishte ndryshuar sjelljen e tij duke vendosur një leadership të ri në drejtimin e partisë. Pra duhet t'i hapte rrugë një leadership të ri. Duhet t'i hapte rrugë. Ne kemi një VMRO DPMNE e cila ka ndenjur në opozitë, të cilës lideri i saj u shpall në kërkim ndërkombëtar dhe është në kërkim ndërkombëtar, është i dënuar për krime dhe leadershipi e mori partinë në një nivel dhe në një pozitë tepër të vështirë, duke ardhur nga opozita dhe erdhi në pushtet dhe sot përsëri ai ka fituar shumicën e komunave. Kjo do të thotë që një parti e cila qëndron një farë kohë në opozitë ka reflektuar për gabimet e së shkuarës dhe modeli që leadershipi ka treguar ka krijuar besueshmëri në publik, çka bëri që të fitoj edhe zgjedhjet e përgjithshme dhe zgjedhjet lokale aktualisht. Thuaj se i ka fituar shumicën dërmuese në masë të madhe të komunave, nga 81 ka fituar 54 deri tani. Kështu që është një leadership i ri dhe këtë model, këtë qasje që ka bërë VMRO DPMNE, duhet ta bëjnë edhe partitë e tjera politike, sidomos shqiptarët. Pavarësisht se shqiptarët kanë edhe një problem tjetër, që e kemi gjithë në shqiptarët, kudo që jetojnë, që nuk bashkohemi me njëri tjetrin. Kemi shumë parti politike të cilat sjellin edhe ndarjen e votave në disa parti, duke mos bërë që votat e shqiptarëve të jenë të grupuara, çka do të sillte një grupim më të madh votash në balotazh apo qoftë edhe në rezultat për të sjellë edhe fitimin e komunave të ndryshme dhe të këshillave komunale. Do i them partive shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, sepse meqense jemi këtu tek VMRO DPMNE, si parashikoni ju faktin që kryeministri aktual kryeson në balotazh në 19 komuna të tjera, përfshirë këtu edhe Shkupin, kemi një kandidat të fortë që ka një epërsi të madhe, si Orçe Gjorgjevski, i cili është në epërsi të madhe. Dhe mendoni që Mickoski do të arrijë të fitojnë edhe në Shkup? Është e vështirë për të analizuar kjo situatë, sepse nuk kemi të dhëna tjera, nuk kemi numrin e shqiptarëve të cilët jetojnë në Shkup, nuk kemi numrin e shqiptarëve të cilët votojnë në Shkup, edhe nuk kemi numrin real të atyre të cilët votojnë, por ajo e cila vjet re, edhe në Maqedoninë e Veriut, është fakti që ka një pjesëmarrje të ulët në votime. Nuk është më pjesëmarrja e cila njerëzit prisnin rahat të shkonin për të votuar, çka do të thotë që populli nuk po i beson më politikës dhe me zgjedhjet e tij ka treguar se nuk është përfaqësuar qoftë në kuvendet vendore, qoftë edhe në kuvendin e përgjithshëm dhe në tilla kushte kanë vendosur në një farë mënyre që të bojkotojnë. Por kjo
është zgjedhja më e keqe që ne si votues bëjmë duke bojkotuar zgjedhjet. Pasi e drejta e votës duhet të ushtrohet dhe nëpërmjet asaj ti mund të shprehësh mendimin tënd edhe kundër gjithëve, por duhet të shkosh dhe të marrësh pjesë në votim. Mirë, tani do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë. Zotin Arben Çeku është drejtori i Qendrës Shqiptare për Qeverisje të Mirë, ish ambasador në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut, që do të na bashkohet në këtë diskutim për sa i përket zgjedhjeve lokale të cilat janë zhvilluar ditën e diel në Maqedoninë e Veriut. Zoti Arben, mirëmbrëma, mirë se erdhe për herë të parë në ekranin e Radio Televizionit të Korçës. Përshëndetje, është kënaqësia ime. Do doja të isha aty, por do kemi një rast tjetër. Ju përshëndes dhe falenderoj për ftesën. Jeni gjithmonë i mirëpritur. Zoti Arben, ditën e diel janë zhvilluar në Maqedoninë e Veriut zgjedhjet lokale dhe tashmë dihet rezultati. Mendoni që politikat shqiptare në Maqedoninë e Veriut kanë dështuar? Shiko, zgjedhjet lokale në përgjithësi nuk është se kanë të njëjtën peshë me zgjedhjet parlamentare. Ato janë që diktojnë në një farë mënyrë dhe rolin përcaktues të përfaqësuesve politik. Megjithatë, në tërësi zgjedhjet në rajonin ku janë me shumicë shqiptarët ishin zgjedhje të lira, demokratike, pavarësisht se në një zonë si Kërqova apo në një zonë tjetër nuk pati një unifikim të nevojshëm të votës shqiptare. E rëndësishme është që qeverisja lokale të ketë një autonomi më të madhe financiare dhe një autonomi më të madhe vetëqeverisëse, dhe kjo nuk varet nga këshillat bashkiak apo nga kryetarët e bashkive, siç dihet, kjo varet nga vullneti i qeverive. Dhe do doja që kishte pak më shumë autonomi në vetëqeverisjen e shqiptarëve në zonat ku ata jetojnë, duke filluar kryesisht në Shkup edhe në zonat e tjera. Por andaj them se këto zgjedhje nuk është se do të ndryshojnë në një gjë të madhe për sa i përket fuqisë vetë menaxhimit në rajonet shqiptare, në qytetet dhe komunat dhe fshatrat shqiptare, por gjithsesi kishin rëndësinë e tyre politike për të parë një lloj ballafaqimi mes faktorëve politik shqiptar dhe faktorëve politik të maqedonësve, pjesës tjetër etnike. Duket qartë që fituesi më i madh në këtë zgjedhje është VMRO DPMNE e kryeministit Mickovski, pra krahu i djathtë politik në Maqedoninë e Veriut, i cili në tërësinë e vet ka zhvilluar një fushat të përzier me një lloj nacionalizmi dhe me një lloj tendence për të minimizuar rolin e shqiptarëve në komunat ku ata janë shumicë. Shqiptarët ti konsiderojmë në një farë mënyrë sepse është një numër i vogël komunash tek të cilat ata kanë mundur të fitojnë, po ju mungon shqiptarëve një themel i qëndrueshëm politik dhe institucional që nuk mundën dot të triumfojnë në këto zgjedhje? Pritshmëritë ishin të larta të tyre. Shiko, fjalën e fundit për këto zgjedhje do ta thot balotazhi që më duket që është në 2 ose 3 nëntor. Dhe atëherë do të ketë një pasqyrë më të qartë për fituesit dhe humbësit e këtyre zgjedhjeve. Në nivelin e këshillave lokale duket që ka një baraspesh midis votës së udhëhequr nga BDI-ja si koalicion dhe Vlenit si koalicion partisë politike. Gjithsesi, përse përket ndikimit të votës maqedone, kjo do shifet në komunën e Kërqovës, e cila deri tani është udhëhequr nga kryebashkia shqiptar dhe rreziku më i madh është se vota e përqarë shqiptare do t'i japi avantazh përfaqësuesit të etnitetit maqedonas. Në qoftë se partitë shqiptare në këtë zonë, në këtë rajon, në këtë bashki nuk do të tërhiqen dhe nuk do të mbështesin njërin nga kandidatët, pra kandidatin e BDI-s ose të koalicionit AKI, Aleanca Kombëtare për Integrim, atëherë sigurisht do të kemi një humbje në parë dhe rikthimin e kësaj komune tepër të rëndësishme tek etnia maqedonase. Ashtu ndodhi dhe e kundërta pozitive ndodhi në komunën e Qashkës, një komunë vogël në periferi të Shkupit,
ku vota shqiptare u bashkua dhe përfaqësuesi shqiptar fitoi në këtë komunë. Pra, aty ku shqiptarët bëhen bashkë din të fitojnë, aty ku janë të përqarë, sigurisht që nuk do të fitojnë edhe vetëm humbje kanë, edhe natyrisht kemi një tension të brenda partive politike shqiptare dhe një garë shumë të ashpër për të zhvendosur nga fusha e lojës partit tradicionale dhe për të rikthyer me formacione të reja. Çka në një farë mënyrë është e natyrshme, por duhet që të ruhet sensi i masës dhe në tërësi të kuptohet që interesi i qytetarëve është më i rëndësishëm se interesi i drejtuesve të caktuar të partive politike. Megjithatë, kryeministri aktual i Maqedonisë ka mundur të fitojë mbi 50 komuna. A nuk lë vend kjo për diskutim për sa i përket të qenit fitues edhe në aspektin nacional, pra si edhe në atë ligjor? Humbja më e madhe e zgjedhjeve të kaluara parlamentare ishte e majta LSDM, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë, e cila edhe në këto zgjedhje nuk arriti dot që të rikuperojë humbjen e pësuar në zgjedhjet e kaluara për në zgjedhjet parlamentare. Dhe faktorë të tjerë kanë ndikuar që edhe vota brenda këtyre formacioneve të rreshtohet, themin, më shumë në krahun e djathtë se sa tek e majta, dhe LSDM nuk po arrin dot që të gjej fuqinë e saj, të gjej motivimin e saj dhe të shkëputet nga një lloj politike e vjetër dhe ndryshe nga VMRO, e cila është një parti nacionaliste, themi, ka në agjendën e saj me një retorik nacionaliste, deri diku edhe izolacioniste, përkundër LSDM-s, e cila duket që po vuan pasojat e marrëveshjeve dhe të kompromiseve të zhvilluara me Greqinë, dhe kjo po i kushton shumë rënd, dhe në anën tjetër nuk po arrin dot që të gjejë një leadership të fuqishëm, i cili mund ta riorganizojë edhe një herë këtë parti për të rivalizuar VMRO-n, e cila edhe në këto zgjedhje dëshmoi që ka një fuqi të madhe mbështetëse. Dhe kjo e parë në këndvështrimin e fuqisë parlamentare, duket qartë që VMRO ende është e fortë dhe mund të fitojë zgjedhje të parakohshme në çdo kohë që ajo mund të zhvillojë. Dhe rreziku i zgjedhjeve të parakohshme në Maqedoninë e Veriut është për aq kohë sa VMRO e ka si projekcion për të rifreskuar fuqinë e saj parlamentare dhe ndoshta për të dëmtuar akoma më shumë fuqinë përfaqësuese të shqiptarëve në Parlamentin e Maqedonisë. Në këtë gjendje që është faktori shqiptar në Maqedoni, nëse shkon në zgjedhjet e parakohshme, unë dyshoj se ato do të kenë një numër më të vogël përfaqësuesish në Kuvendin e Maqedonisë. Pikërisht për shkak të ndarjes dhe përqarjes mes tyre. Nëse i referohemi koalicionit Vlen, natyrisht do të presim edhe ditët e para të muajit nëntor për të parë pikërisht në ato komuna se si do të shkojë procesi zgjedhor edhe cilët do të shpallen fitues pas balotazhit, po si e shihni ju të ardhmen e koalicionit me Vlen? Shiko, Vlen ka dëshmuar disa përparësi, duke sjellë një lloj freskie në mënyrën e të bërit fushatës, duke patur një koalicion pak më veprues, më të natyrshëm. Sigurisht edhe fakti që është në qeverisjen qendrore dhe ka mundësi për të ofruar më shumë pushtet edhe tek njerëzit dhe për të plotësuar interesat të grupeve të caktuara, të gjitha këto e bëjnë një koalicion sfidues në raport me BDI-n, e cila ka qëndruar për një kohë gjatë në qeverisje, dhe ajo po vuan edhe ato gabimet e së kaluarës dhe pa mundësi për të ndryshuar. Megjithatë, në një projekcion afat shkurtër, Vlen ka disa probleme që do të reflektohen në një të ardhme të afërt, siç është çështja e mungesës së një leadershipi të qartë. Po të vini re, të gjithë drejtuesit e saj kryesor, zoti Mexhiti, zoti Kasami, apo Gashi, kështu me radhë, ka një lloj barazfuqi ose një barazlargim nga vatra e leadershipit. Pra ato, asnjëri nuk është lideri i Vlenit, por të tre ose të gjithë së bashku paraqiten si një
grup drejtues. Mirë po, tradita politike, arti i politikës, arti i marrëveshjeve, marrje përgjegjësive, qeverisje e partive politike, kështu me radhë, kërkojnë patjetër që një formacion i tillë politik të kalojë në një formë të tradicionale të organizimit, siç është partia politike me lider të caktuar. Dhe pamundësia për të patur një leadership të qartë do t'i bëjë që në një të ardhmen të afërt ta humbin fuqinë e tyre negociuese përballë Mickovskit apo liderëve të tjerë të fortë Maqedonas. Dhe po ta vini re, ka një tendencë nga qeveria qendrore e Shkupit, e cila kërkon të japi më shumë autonomi, themi, vetë qeverisës e këtyre lloj politikanëve ose këtyre partive politike, duke i zhvendosur ata nga aksi qendror që është qeverisja qendrore dhe Parlamenti i Maqedonisë. Pra, tendenca e Mickovskit është që përfaqësuesit politik shqiptar t'i bëjë sa më lokal, sa më të izoluar dhe sa më periferik, duke ju dhënë nga një copë të vogël pushteti dhe qeverisje në nivel lokal, duke i mbajtur, duke u kujdesur që t'i mbajë të ndarë me njëri tjetrin dhe t'i defaktorizojë ato në raport me fuqinë absolute të VMRO-s. Prandaj do të ishte udhës që pas koalicion, pas balotazhit, lëvizja vlen të shohë mundësinë e një organizimi të mirëfillt partijak. Përndryshe, në zgjedhjet e ardhshme parlamentare nuk do të arrijnë dot që të kenë këtë performancë dhe këtë lloj fuqie politike që kanë sot. Ndërkohë në krahun tjetër, nëse më lejon të theksoj, BDI ka para vetës edhe ajo sfidën e leadershipit, do të shikoj se ku pikon çatia e BDI-s, pra do të kuptoj se nuk mund të vazhdoj me të njëjtën retorikë, me të njëjtën mënyrë organizimi dhe funksionimi, duhet që të hap dyert për prurjet e reja dhe sigurisht që i duhet një revizionim i brendshëm, por të gjitha këto janë tema që duhet të diskutohet me njëherë pasi të përfundoj balotazhi dhe partitë politike të kenë në dorë rezultatet e tyre përfundimtare dhe duhet të lexojnë në mënyrë të sinqertë mesazhet që vijnë nga qytetarët, që në një farë mënyrë janë mesazhe që vijnë nëpërmjet votës. Zoti Arben, ishte pikërisht kjo e fundit që doja t'ju pyesja, për pikërisht se çfarë duhet ku duhet dhe si duhet të reflektoj PD-ja e Ali Ahmetit. Po duhet ndalen pak tani dhe duhet të shfrytëzoj kohën që ju keni në dispozicion edhe për zgjedhjet në Kosovë. Ishin të pritshme rezultatet në Kosovë? Shiko, në fakt, në zgjedhjet lokale gjithmonë duhet kemi parasysh që interesi qytetarëve, marrëdhënia me qytetarët dhe politikanët dhe ato që garojnë për pushtetin lokal janë më ndryshe nga ato që janë për pushtetin qendror. Dhe vota që jepet në pushtetin lokal jo gjithmonë është një votë që adresohet për parlamentin apo për qeverisjen qendrore. Megjithatë, zgjedhjet në Kosovë, zgjedhjet lokale, dëshmuan edhe një herë pafuqishmërinë e vetëvendosjes për të udhëhequr e vetme qoftë në qeverisjen qendrore, qoftë në atë lokale. Përpjekja e kryeministit Kurti për të qenë kryeministër në detyrë deri në zgjedhjet lokale ishte një përpjekje për të ruajtur, themi, partinë nga bjerrja dhe nga humbja e votave dhe pavarësisht kësaj duket që nuk ja ka arritur dot, pra qytetarët e Kosovës nuk është se e kanë shpërblyer për këtë manovër politike që ai bëri. Marrja zvarre e institucioneve të Kosovës nga shkurti i këtij viti kur u bën zgjedhjet parlamentare dhe deri tani është një gabim shumë i madh dhe më kosto shumë të mëdha për eficiencën qeverisës së të Kosovës, për performancën e saj ndërkombëtare dhe për tejkalimin e disa vështirësive me cilat ajo është hasur. Fokusi vetëvendosjes për të fituar me çdo kusht edhe pushtetin lokal bëri që ajo të konsumohet në të dy sferat, pra të konsumohet përballë qytetarëve si një parti që kërkon me patjetër qeverisjen qendrore dhe kjo u pa me lojën që u bë me kandidaturën për kryetare të Kuvendit, që u mbajt gjatë gjithë verës një kandidaturë e caktuar dhe në fund u bë një tërheqje
formale dhe po ashtu edhe fushata për zgjedhjet lokale, e cila në një farë mënyrë u përdor dhe u mbizotruar nga një retorike ashpër politike. Tani që Kosova ka këtë të diel ka raundin e fundit, pra raundin e dytë të balotazhit. Mendoj që do të ketë disa surpriza, por ajo që doja të theksoja është se... Shihni këto surpriza, në cilat komuna? Janë disa komuna që janë në balotazh, është Prishtina, është Prizreni, janë kryesisht komunat më të mëdha, Mitrovica e Jugut, Shpeja, Gjilani, kështu, janë një pjesë shumë e madhe e komunave që janë në balotazh, por që vetëvendosja nuk është partia e parë në shumicën e këtyre komunave, është partia e dytë, pra rivalizon si e dytë. Tani varet se si do të rreshtohet elektorati, nëse ato do të pyesin partitë politike apo do të orientohen vetëm tek kandidati i tyre lokal. Megjithatë, e rëndësishme që të paktën zgjedhjet lokale do përfundojnë dhe do të kemi një qeverisje lokale, pra do të kemi parlamentet lokale, do kemi edhe kryetarët e bashkive, kryetarët të konfirmuar pas këtyre zgjedhjeve. Ajo çfarë është dramatike është vazhdimi i sagës së pamundësisë për të krijuar një qeveri të re dhe sipas të gjitha gjasave pas këtyre zgjedhjeve do të kemi edhe një stabilitet, një dështim të zotit Kurti për të krijuar qeverinë dhe përpjekjen e tij për të shkuar drejt zgjedhjeve të parakohshme, të cilat në një kalendar kushtetues besoj që do të jenë në mesin e janarit të vitit që vjen. Pra ju parashikoni që situata nuk do stabilizohet me përfundimin e raundit të dytë të zgjedhjeve në Kosovë? Nuk besoj, sepse qëllimi i zotit Kurti ka qenë pikërisht ky, që ose të ketë një mazhorancë absolute ku mos ketë nevojë për bashkëqeverisje me të tjerët, ose në pamundësi për të patur këtë lloj mazhorance të hyjë në zgjedhje të përgjithshme duke e shfrytzuar këtë ndoshta edhe si një goditje ndaj opozitës, por unë mendoj që zgjedhjet e ardhshme do të jenë një sfidë për opozitën, por edhe një sfidë për vetë zotin Kurti, i cili tregoi pak gatishmëri për të marrë në dorë sfidat e vendit edhe duket qartë që ka edhe një lloj dëshpërimi brenda vetes, pse qytetarët nuk e nderuan atë me një votë mazhoritare, por e lanë në kufit e ekzistencës së një opozite dhe të shohim, besoj që pas këtyre zgjedhjeve mund të ketë surpriza, uroj që Kosova ta gjejë rrugën e vet për një qeveri të re, por gjasat janë që do të kemi patjetër zgjedhje të parakohshme dhe është për të ardhur keq që e gjitha kjo ndodh për shkak të lojrave politike në Prishtinë dhe qytetarët e Kosovës që duhet të bëjnë 3 palë zgjedhje brenda një viti. Zoti Arben, të falenderoj për gjithë analizën që sollët këtu në studion ton. Ju uroj suksese në gjitha projektet tuaja të ardhshme dhe ju mirëpresim në Korçë. Faleminderit, ju përshëndes ju dhe teleshikuesit tuaj. Faleminderit. Kishim një lidhje të drejtë për drejtë zotin Arben Çejku, ishte ambasador në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut, aktualisht drejtori i Qendrës Shqiptare për Qeverisje të Mirë. Ne do të vijojmë bisedën në studio. Ndërkohë Vlen, e cila është në një aleancë me qeverin, ka fituar 5 komuna dhe në 4 të tjera të shkon në balotazh duke kryesuar me votat. Kandidati i saj, Izet Mexhiti, ka fituar Bindshëm në komunën Kyç, në Çajir, ndërsa Bilal Kasami në Tetov. Si e shihni ju koalicionin në të ardhmen? Mendoni se Vlen do të ketë të njëjtën pozitë ashtu sikurse kishte edhe në koalicionin qeverisës? Koalicioni Vlen është një koalicion i ri i formuar i 2024-s, mos gabohem, i cili ka treguar që është kundër të shkuarës së politikës shqiptare që ka përfaqësuar. Ata që i konsiderojmë deri diku humbës në këtë zgjedhje. Humbës apo ti konsiderojmë ata të cilët kanë qenë të vjetrit. Dhe në të tilla kushte duhet që domosdoshmërisht partitë e vjetra, të cilat kanë historik në qeverisjen e Maqedonisë së Veriut, sidomos partitë shqiptare, sepse ne më shumë na intereson pjesa e shqiptarëve atje se sa pjesa tjetër e Maqedonisë së Veriut, pavarësisht se është i njëjti shtet, por duhet që të shohim interesin e kombit ton, kurse interesin e tyre e shohin vetë maqedonasit. Pjesa ku njerëzit besojnë dhe mbështesin koalicionin Vlen
ka të bëj me, do me thënë, besimin që ka lindur tek elektorati shqiptar të ky koalicion politik, duke e mbështetur më shumë se partitë e tjera politike apo koalicionet të cilat janë edhe më të vjetra. Çka do të thotë që populli po zgjedh një alternativë të re në krahasim me të shkuarën, të cilën e ka provuar dhe e ka stërprovuar me vite me radhë, dhe ata pasi kanë hyrë në koalicion me votat e shqiptarëve, pasi kanë marrë poste politike me votat e shqiptarëve, kanë harruar interesat e shqiptarëve, pse ata duhet të jenë atje. Një e dhënë e cila fatkeqësisht është reale, është numri i ulët i shkollave shqiptare që janë të hapura në Maqedoni, ku kanë marrë përsipër që të mbronin interesat, të hapnin shkolla të reja shqipe, pavarësisht se në Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë është e shkruajtur e zeza mbi të bardhë që ky shtet ka dy gjuhë zyrtare, ka maqedonishten, ka edhe shqipen, në të gjitha institucionet sa vjen edhe më pak flitet gjuha shqipe, ndërkohë që janë dy gjuhë të barabarta për tu folur, dhe shqiptarët duke parë, si të themi, bashkëjetesën e partive shqiptare me partitë maqedonase në dëm të interesave të popullit shqiptar, kanë vendosur që të abandonojnë këtë martesë të këtyre dy forcave të vjetra politike, duke mbështetur një koalicion të ri, i cili sa vjen edhe më shumë po gjen mbështetje. Nëse vazhdon të njëjtën rrugë, të njëjtën qasje, duke luftuar për të drejtat e shqiptarëve në Maqedoni, normalisht që do jetë në rritje. Por nëse vazhdon edhe sillet përsërisit vjetri dhe harron qëllimin për cilin është krijuar dhe, si të themi, numri shqiptarëve që do të vojtojnë do të jetë akoma më i vogël. Sigurisht që do zvoglohet me kalimin e viteve. Mirë, ndërkohë që ne do të vazhdojmë diskutimin në studio, do t'i lutesha teknikës që krijojmë mundësinë për një lidhje të drejtë për drejtë me gazetarin dhe analistin e njohur Mentor Nazarko për të na u bashkuar në këtë diskutim për sa i përket situatës pas zgjedhore në Maqedoninë e Veriut, por në fakt nuk do të flasim vetëm për të, se do të ndalemi edhe në situatën pas zgjedhore edhe në Kosovë. Pak ditë më vonë pritet që dhe aty të kemi një palë zgjedhje të tjera për sa i përket disa komunave të cilat tashmë janë në balotazh, e ku pritet përfundimisht se cilët do të jenë fitues. Kujtojmë se në Maqedoninë e Veriut koalicioni tjetër shqiptar, i udhëhequr nga PDI-ja Ali Ahmetit, arriti të fitojë në komunat Vrapçishte, Gostivar, Lipkov, Plasnic dhe Çashkë, ku për herë të parë në këtë të fundit do të kemi një kryetar komune shqiptar që është Suat Shaqiri. Ka humbur komuna të tjera ky koalicion? Ka humbur, por shiko, në qoftë se ne diskutojmë komunat të cilat janë fituar, normalisht është shumicë dërmuese shqiptare. Dhe komuna e cila për herë të parë ka një drejtues shqiptar, ka të bëjmë më tepër me kandidatin se sa me forcën politike. Kjo tregon që edhe partitë politike, në qoftë se zgjedhin një kandidat i cili ka treguar që gjatë jetës së tij jo politike, në jetën e përditshme, ka mbështetur komunitetin, ka mundësi më të tepërta se një kandidat politik për të fituar qoftë një komunë, qoftë një bashki. Ndërkohë që do të vijojmë me të tjera diskutime për sa i përket pozicionit që do të ketë vlen në të ardhmen në këtë koalicion. Avokat, mendoni ju që shqiptarëve ju mungon një themel i qëndrueshëm politik dhe institucional? Partive politike shqiptare, sepse po diskutojmë për partitë politike se sa për shqiptarët. Mendoj që mungon. Mungon sepse në përgjithësi qoftë edhe bashkimet, qoftë edhe koalicionet kanë ndryshuar, duke dalë një parti nga koalicioni, duke u futur një parti tjetër, duke u krijuar koalicione të reja. Dhe koalicione apo bashkime të cilat ngrihen mbi interesa personale, duke harruar interesat e popullit, atëherë kjo ka treguar që ne si shqiptar, kjo është smundje shqiptarëve kudo, që ne nuk bashkohemi bashkë për të mbrojtur interesat dhe qëllimet tona. Me gjithë përpjekjet që kanë bërë në këto vite, a janë kthyer mbrapa 20 vite shqiptarët në Maqedoninë e Veriut?
Nuk besoj se janë kthyer mbrapa, sepse në qoftë se do ta shohësh kemi dy anë të medaljes. E para duhet që të lexohet si një rezultat kundër leadershipit dhe kundër atyre çka politika dhe partitë politike shqiptare kanë përfaqësuar dhe kanë bërë për popullin shqiptar. Dhe nga ana tjetër duhet që të lexohet si një mësim i këtyre forcave politike për të ndryshuar busullën e orientimit dhe për t'u përqendruar interesave të popullit shqiptar në shtetin e Republikës Maqedonisë së Veriut, në mbrojtje të interesave të tyre, të cilat kanë të bëjnë me pjesën e mundësive të punësimit, pra pjesa ekonomike, me çështjet sociale. Dhe gjëja kryesore e cila mbetet problem, pavarësisht se janë nënshkruar një sër marrëveshjesh dhe ku kanë rënë dakord që të kemi dy gjuhë zyrtare të cilat të përdoren në shtetin e Maqedonisë, duke mos u mbrojtur interesi që gjuha shqipe duhet të përdoret në të gjitha institucionet, ashtu siç është e shkruar në Kushtetutën e Republikës Maqedonisë së Veriut, atëherë këtu partitë politike do humbasin, por nuk është se humbasin shqiptarët. Pasi kur ti shkon për të marrë një shërbim, në bazë të ligjit duhet të trajtohesh njësoj si një shtetas shqiptar me kombësi shqiptare, ashtu edhe një shtetas me kombësi maqedonse. Nuk është se kemi diferencime në bazë të ligjit, por diferencime në trajtime kemi, sepse aty drejtues të institucioneve normalisht që janë shtetas Maqedonas pjesa dërmuese dhe nuk sillen njësoj dhe nuk I japin njëjtin shërbim të dy kombësive. Kjo sjell edhe zhgënjimin më të madh të shqiptarëve, pasi kur kanë mbështetur koalicionet, partitë politike, kur kanë bërë marrëveshjet, ata kanë humbur interesin e popullit duke parë interesat e tyre, karriket, postet dhe marrëveshjet të cilat janë zhvilluar dhe pavarësisht se nuk janë shkruajtur, kanë qenë marrëveshje në heshtje, duke parë më tepër rehatin e tyre në qeverisje se sa të luftonin për drejtat e popullit shqiptar. Kjo do thotë që në një farë mënyre nga kjo analizë krijohet përshtypja që ashtu sikurse e tha gëzueshëm pas përfundimit të zgjedhjeve kryetari vlen që kjo nuk është gjë tjetër veç se rezultati një politike përçarje, në fakt ku shqiptarët e kanë humbur besimin, të krijohet përshtypja që komunat shqiptare duket sikur tashmë kanë ngelur peng tek kryeministri aktual Maqedonas. S'kan ngelur peng komunat shqiptare. Janë abandonuar nga faktori shqiptar dhe tani ngelet që të shpresojnë te pjesa e kryeministrit Maqedonas. Pra kanë ngelur peng, të them. Jo. Tek Temickoski. Jo, s'kan ngelur peng Temickoski, por gjunahet të cilët ka patur leadershipi shqiptar duhet që t'i mbajnë dhe duhet të mbajnë përgjegjësinë edhe në rast humbjesh. Dhe menjëherë mbas zgjedhjeve ata duhet të nisin një analizë të thellë duke ndryshuar, pasi zgjedhjet vinë përsëri shpejt. Zgjedhjet janë çdo 4 vjet, por mund të bëhen edhe zgjedhjet parakoshme. Koha ka treguar që kur një qeverisje ka probleme dhe një opozit kthen shpresën tek votuesi, kurse si nuk mund pritet viti zgjedhor për të patur zgjedhjet e radhës. Si do të funksionojë aleanca e maqedonësve kundër shqiptarëve? Si e parashikoni? Nuk kemi një aleancë maqedonasve kundër shqiptarëve, sepse pjesë e qeverisjes është edhe aleanca tjetër shqiptare, Vlen. Pra, do të arri Vlen do të arri në mos këtë radhë në zgjedhjet e radhës besoj se do jetë koalicioni politik I cili do ketë rritje nga pjesa e shqiptarëve. Ka një pozicion të mirë Vlen në qeveri? Që mendoni se do të arri, do të luftoj për të drejtat e shqiptarëve? Atë t'ja lem kohës, t'i provojmë, sepse si koalicion është shumë I ri për të diskutuar dhe nuk është se ka patur kohën e mjaftueshme për dhënë prova. Por rritja nga një palë zgjedhje në zgjedhjet e radhës të mbështetjes ndaj Vlen tregon që janë në rrugën e dur. Në qoftë se do ndryshojnë rrugën, përsëri do shkojnë me shokët, sepse populli dhe votuesi nuk është më ai votuesi I parë I cili ishte besnik, fanatik I faktorit shqiptar. Votuesi ka treguar që ndryshon qasjen,
ndryshon mbështetje ndaj të njëjtit lloj, por kur zgjen përfaqësimin e tij brenda llojit të tij, atëherë do kërkoj që të mbështetet dhe të përfaqësohet nga lloj tjetër. Çfarë besoni dhe mendoni se do të bëj Mickoski me procesin e integrimit? Procesi i integrimit, unë e shoh integrimin evropian të këtyre vendeve cilët kanë mbetur jashtë Bashkimit Evropian si një proces me detyrim përcaktim. Pra, Bashkimi Evropian i ka vënë detyrë vetes me aq sa unë e shoh politikën, pasi nuk është se jam një njohës i mirë i integrimit evropian, i politikave europiane apo edhe politikave tona për sa i përket integrimit evropian. Ajo çka unë shoh është që Bashkimi Evropian me nisjen e luftës Rusi-Ukrainë, e cila po bëhet viti 4 për pak që vazhdon, që mbyllet viti 3 dhe nis viti 4 që kjo luftë nuk po përfundon. Tregon që Bashkimi Evropian duhet që të fusi në gjirin e tij edhe këto shtete të cilat kanë ngelur. Në qoftë se do t'i referohemi numrit të popullsisë të vendeve të cilat janë jashtë, nuk bëhet asnjë qytet i madh i Bashkimit Evropian. Nuk është sepse se kemi të bëjmë me një popullsi të madhe, e cila në vetvete do të sillte ndryshimin e pjesës apo vështirësitë të pjesës së Bashkimit Evropian. Kemi të bëjmë me vendime strategjike të Bashkimit Evropian, ku midis tyre është edhe Shqipëria, është Maqedonia, Republika e Maqedonisë së Veriut, kemi edhe pjesën e Moldavisë. Unë kam qenë në atë shtet dhe edhe atje është e njëjta formulë. Moldavia në Bashkimin Evropian në vitin 2030. Pra, antarësimi i këtyre shteteve më duket më tepër si një detyrim i Bashkimit Evropian për t'i marrë në gjirin e tij, sesa një angazhim real i këtyre shteteve për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, apo që ne të plotësojmë kushtet për të qenë antar të Bashkimit Evropian. Parlamenti Evropian deri diku duket sikur ka hedhur, le të themi, një shashkë në thonjza që Maqedonia e Veriut ka dy rrugë, ose do të ecë drejt Serbisë, ose me shumë gjasa drejt Brukselit. Maqedonia e Veriut është shumë e distancuar nga Serbia, qofse do shohim politikën e Maqedonisë së Veriut. Pastaj diskutimet e personave të caktuar nuk është se janë qëndrime zyrtare të Bashkimit Evropian. Maqedonia, Republika e Maqedonisë Veriut ka bërë marrëveshje të detyrueshme, duke pranuar edhe emërtimin e ri. Duke pra tregon që ajo e do Bashkimin Evropian dhe është shumë larg Beogradit. Bashkimi Evropian është ai i cili përkëdhel më shumë Serbinë dhe Beogradin se sa shtetet e tjera, sepse i kemi parë qëndrimet e Bashkimit Evropian në sjelljen e tij dhe qasjen e tij me Beogradin apo me Serbinë. Ndërkohë që kryeministri i Serbisë Vučić, presidenti Vučić edhe kryeministria e tij, kanë treguar që ata dashurojnë Rusinë, dashurojnë Kinën, dashurojnë Korenë e Veriut. Ndërkohë që Bashkimi Evropian përsëri sillet duke ju lëpirë në një farë mënyre, duke i bërë elozhe këtij shteti, ndërkohë që ai qasjen e ka krejt ndryshe. Pra, i vetmi shteti i cili nuk është se ka marrëdhënie me Bashkimin Evropian dhe do që të integrohet në Bashkimin Evropian, është Serbia. Pra, Serbia, të themi në një farë mënyre, është si ai shteti i cili mendon si perëndimor dhe jeton si lindor. Do që të ketë stilin e jetesës demokracinë perëndimore, por marrëdhëniet më të fuqishme ekonomike i ka me lindjen, i ka me Rusinë, me Kinën dhe me Korenë. Pavarësisht shtrëngimit apo imponimit të Bashkimit Evropian për ta mbajtur brenda lidhjes së tij. E vetmja lidhje e Serbisë me Bashkimin Evropian është vetëm pjesa e saj në hartë, vendodhja gjeografike. Nuk ka as edhe një lloj lidhje tjetër me Bashkimin Evropian. E kuptoj. Zgjedhjet, të paktën raundi i parë i zgjedhjeve me Maqedoninë e Veriut tashmë përfundoi edhe me shumë gjasa edhe data 2 nëntor do të tregoj se VMRO-DPN do të dominoj sërish në pjesën më të madhe të komunave në Maqedoninë e Veriut. Avokat,
Për çfarë duhet të shqetësohen më shumë shqiptarët sot të Maqedonisë së Veriut? Shqiptarët për çfarë duhet të shqetësohen? Për ato të cilat janë problemet shqiptarëve. E para është gjua. E dyta është arsimi, e treta janë vendet e punës dhe mundësitë e punësimit, për të mos i detyruar shqiptarët që të lënë vendin dhe të marrin rrugët e emigrimit, siç i kanë marrë deri më sot dhe duke patur një ikje tepër të madhe të rinisë. Për shkak të njohjeve të mia dhe miqve të mi të cilët jetojnë në Maqedoninë e Veriut, ku fëmijët e tyre kanë ikur jashtë shtetit edhe pse prindrit e tyre kanë patur mundësira, le të themi, të mira për të jetuar, nuk gjenin veten dhe janë detyruar të largohen. Dhe madje nuk e kanë gjetur veten as brenda forcave politike të cilat kanë drejtuar vendin të forcave politike shqiptare. Dhe kjo ka sjell edhe këtë rezultat në cilin ne shohim, ku shqiptarët janë humbës në një farë mënyre. Ne themi që humbse janë partitë politike, por çdo gjë është e lidhur njëra me tjetrën. Kur humbasin partitë politike dhe kur bie niveli i përfaqësimit të shqiptarëve, qoftë në këshillat komunal, qoftë në Kuvendin e Republikës Maqedonisë së Veriut, por qoftë edhe në drejtimin e kryetarit, dhe ajo që unë mendoj se duhet që të luftojnë në këto ditë forcat politike janë që të merren më tepër edhe me fitoren e këshillave komunal, pasi këshillat komunal janë në një farë mënyrë qeverisja dhe parlamenti i asaj komune, dhe nuk është kryetari ai i cili vendos fatin e komunitetit, por është këshilli ai i cili ja imponon kryetarit fatin e komunitetit. Edhe nëse kryetari i përket komunitetit Maqedonas dhe është i Kombësisë Maqedonase, nëse këshilli ka shumicën përbërëse shqiptare dhe vendos dhe punon për të mirën e shqiptarëve, nuk besoj se kryetari do veprojë ndryshe apo të mos dëgjojë këshillin. Unë duhet të dalem pak avokat edhe në zgjedhjet në Kosovë. Pak ditë më vonë do të kemi raundin e dytë aty të zgjedhjeve lokale dhe Kosova sigurisht që vjen pas një situate të trazuar, megjithëse zgjedhjet përfunduan në shkurt, ende nuk kemi një qeveri të plot të udhëhequr nga kryeministri Kurti. Po përsa i përket zgjedhjeve lokale, pritesh e përfundimi i tyre, kështu siç është, dhe a mendoni që serbët tashmë e kanë marrë atë që kanë dashur, flasin për Mitrovicën e Veriut? Leadershipi në Kosovë tregoi problematika të theksuara, pasi po bën muaj të tërë, për pak muaj mbushet viti, që edhe pse kanë përfunduar zgjedhjet, ende nuk kemi të formuar qeverinë. Dhe kjo, si kudo ku jeton komunitet shqiptar, ka të bëj me tekat e leadershipit dhe nuk ka as edhe një lloj diskutimi tjetër. Në qoftë se ty forcat politike nuk ta pranojnë një kandidatur, nuk ke sepse ngul këmbë me domosdoshmëri që të votohet ai kandidati i cili ti kërkon që të zgjidhet, qoftë në kuvend apo në detyra të ndryshme. Zgjatja tej mase mos formimit të qeverisë normalisht solli edhe pasoja në zgjedhjet lokale të cilat janë aktualisht në balotazh. Duke treguar kokfortësi nuk tregon leadership. Asnjëherë nuk tregohet leadershipi duke treguar kokfortësi. Ne shqiptarët mbajmë mend për leadership Fatos Nanon, i cili sot është në gjendje të rëndë shëndetësore, i urojmë shërim të shpejtë. Por Fatos Nano, ndryshe nga liderat e tjerë që ka prodhuar Shqipëria, tregoi se gjithmonë hapte krahun, lëshonte pe, jepte institucione, ku presidenti i Republikës zgjidhej me marrëveshje ndërmjet forcave politike dhe asnjëherë në gjatë qeverisjes Fatos Nanos nuk është zgjedhur presidenti si zgjidhet sot, duke u zënë njëri me tjetrin dhe duke kaluar disa raunde votimi. Avokati i popullit gjithmonë i liej opozitës dhe nuk përdorte makinacione që me domosdoshmëri ta kishte në pushtetin e tij dhe plot institucione tjera. Pra pavarësisht se ai përsëri hapte rrugë, nuk tregonte se ishte një lider i dobët.
Dhe ajo që ndodhi me Fatosin që nuk e kemi parë të ndodhë me tjerët është që në momentin kur humbi zgjedhjet u largua, ja la partin një lideri tjetër, i cili e solli në pushtet mbas disa vitesh opozit, por Fatos Nano nuk u kthye më në jetën politike. Dhe koha tregoi që ky lloj leadershipi është ai i cili i mungon shqiptarëve dhe i mungon Shqipërisë, edhe gjithë shqiptarisë kudo që jetojnë shqiptarë. Dhe Kurti, pavarësisht të dashurisë që ka në popull për vendosmërinë të cilën ai tregoi deri në momentin që erdhi në pushtet, si duket pushteti i tjetërson ka njerëzit edhe harrojnë atë për cilën vinë. Pasi po t'i referohemi deklaratave të zotit Kurti kur ishte në opozit, e kritikonte Hashim Thacin apo kundërshtarët e tij politik për numrin e truprojave që e shoqëronin dhe thoshte s'kan që duen gjithë këta truproja. Ndërkohë që sot ai ka truproja më shumë se ç'kishin ata. Pra, duke ardhur në pushtet, harrojnë atë për të cilën kanë luftuar. Edhe kjo kokëforci e Kurtit ka sjellë që edhe sot në Kosovë, mbas muajsh të tërë që kanë përfunduar zgjedhjet, nuk është formuar qeveria. Duke hedhur topin 1-2 te gjykata kushtetuese dhe duke bërë interpretime ligjore, çka në qoftë se do ulnin kokën, do ulnin hundën, do ishin tjetër hund dhe nuk do ishin para këtij rezultati. Atëherë, ashtu sikurse anoncuam, do të kemi tani në një lidhje të drejtë për drejtë nga Tirana, gazetarin dhe analistin e njohur Mentor Nazarko, që do t'i bashkohet në fakt kësaj bisede. Jemi duke folur për situatën pas zgjedhore në Maqedoninë e Veriut. Zoti Nazarko, mirëmbrëma, mirë se erdhat. Mirëmbrëma. Është kënaqësi që na u bashkuat në këtë bisedë. Në fakt jemi duke analizuar e duke folur për situatën pas zgjedhore në Maqedoninë e Veriut. Numërimi i votave tregoi se VMRO-DPMNE-ja ka mundur të marrë shumicën e komunave, ndërkohë që 2 nëntori do të vulos le të themi rezultatet në një numër të konsiderueshëm komunash ku kemi një balotazh, po që duket se e përsi vazhdon të ketë forca politike në pushtet. Janë humbës shqiptarët në këto zgjedhje? Po, tashti, shqiptarët janë të profesuar në kështu bloqe dhe nëse do t'i analizojmë atë rezultatin për mbledhjes të 2 bloqeve, votat aty janë, nuk bëhet pjesë në atë kategorinë atyre kolegëve që i ndanë në bloqet e shqiptarëve njerëz si tradhtar, tjetrit si patriot. Ka patriot dhe ka tradhtar, po themi, ose ka pragmatik apo në të 2 krahat, kështu që domethënë varet se si shikohet, domethënë shqiptarët janë humbës nëse nuk realizojnë ato objektivat që kanë përballë qytetarëve të vet, pra partitë shqiptare. Kështu që në këtë kuptim, unë sigurisht kam mbretjet e mia për mënyrën se si partitë shqiptare janë duke vepruar atje për një kohë të gjatë dhe mendoj që ka ardhur koha që edhe Shqipëria të ketë një rol të një lloji tjetër, një qasje proaktive në cilën duhet të jenë pranishme edhe Shkopi, domethënë edhe karrota, domethënë edhe stimuj për ata, për ato parti, për ata politikanë që performojnë në përputhje me strategji kombëtare, e cila natyrisht e ka qendrën nga Tirana dhe natyrisht edhe ndëshkime për ata që në emër të atyre interesave të ngushta personale, etj dalin nga ajo që duhet të jetë një lloj bible e veprimit kombëtar kudo ku vepron shqiptarët. Po ndërkohë koalicioni Vlen ka mundur të fitojë disa komuna dhe nuk e di si e shihni të ardhmen e koalicionit Vlen, do të i vlej Mickoskit, do të vazhdoj të ketë një peshë të rëndësishme? Unë vetëm për me keqardhje dhe për shkak se duhet jemi aktivitet dhe kërkojnë ndjes, ju jap fjalën që do jemi i pranishëm edhe më shumë gjatë tek ju, do duhet të them të gjë që nuk është në një zbulim i madh për atë që sa kohë që partitë në Maqedoni janë mbi bazë ekskluzivisht etnike, ajo që është në fakt loja normale apo konflikti normal ndër partijat, është automatikisht konflikt ndëretnik. Pra, në këtë kuptim, ajo çfarë bën qeveria Mickoski apo VMRO-DPMNE është diçka e cila është në normën e asaj çfarë ndodh në Ballkan midis partive. Dhe kështu që po,
Mickovski është përpjekur me shumë sukses që të dobësojë faktorin shqiptar, ta përçaj atë, të luajë si macja me Mion, herë favorizon një palë, herë i palën tjetër. Nëpërmjet BDI-s në fakt është përpjekur që të mbajnë në këmbë një lloj strategjie tensioni. Domethënë, është përpjekur që të mbajë të pranishme në gjuhën, ligjërimin e vet publik temën ndëretnike apo temën nacionalistike, të njëjtën gjë ka bërë BDI-a, ndërkohë që këto ishin zgjedhje lokale. Po, kjo ka sjellë si pasojë të kurrjen e BDI-s apo të kurrjen e faktorit shqiptar, kështu që ka ardhur koha që Tirana të luajë ndryshe, ka ardhur koha që të bëhet një lloj tubimi në cilën diskutohet një dokument në cilën Shqipëria duhet të propozohet një rol tjetër, në një rol shumë më proaktiv, sepse sot Shqipëria ndërkombëtarisht është në një pozitë pa imagjinueshme për nga pesha, për nga ndikimi, për nga rëndësia, për nga vizibiliteti. Dhe ky lartësim i Shqipërisë në planin ndërkombëtar duhet patjetër që të përkthehet në një rol të ri në hapësirat ku jetojnë shqiptarët. Vetëm kështu shqiptarët, vetëm nëse shqiptarët veprojnë si komb, atëherë ata janë kombi më i rëndësishëm në Ballkan. Nëse ata veprojnë në mënyrë të përçartë, atëherë një komb krejt i zakonshëm, krejt i po themi i mundshëm apo i konkurrueshëm nga secili prej tyre, madje edhe nga Maqedona. Zoti Nazarko, të falenderoj që gjete kohën me gjithë angazhimet e tua për të na u bashkuar. Ju mirpresim edhe në diskutime të tjera të këtij lloji. Faleminderit. Është kënaqësi edhe të uroj sukses. Faleminderit. Në fakt ne kishim një lidhje drejt për drejt gazetarin dhe analistin mentor Nazarko dhe në fakt fjalia e fundit e tij duket që hap të tjera diskutime për sa i përket pozicionit të vet Shqipërisë dhe qeverisë shqiptare dhe ndikimit që ajo duhet të ketë edhe në këto vende ku ne kemi shumicë shqiptarësh. Fjalia e fundit e tij një lloj thirrje ku ne duhet veprojmë tashmë si komb, ka ardhur koha të veprojmë si komb, në të kundërt do të vazhdojmë të kemi të njëjtat rezultate edhe në vende të tilla si Maqedonia e Veriut. Pavarësisht kësaj, duke u nisur nga kjo fjali e fundit e Nazarkos, avokat, me gjithë përpjekjet që ka bërë qeveria shqiptare për të ndikuar në Kosovë, duket që në një farë mënyrë nuk ja ka dalë dot të kthej linjën politike të kryeministrit aktual, Kurti. Kosova, me thënë, Kurti me Ramën janë si ata dy vëllezërit e një shtëpie që zihen për pronën dhe nuk flasin dhe nuk shkojnë mirë njëri me tjetrin. Unë e shoh ndryshe këtë pjesën e bërjes gjithë shqiptarëve bashkë për interesat e kombit tonë. Dhe e shikon të pamundur, të largët? Jo, nuk e shoh të pamundur. Ekziston mundësia pasi kombi shqiptar është i vetmi komb i cili në qoftë se do bashkoheshin, por jo me orkestrimin e qeverisë shqiptare. Pasi në qoftë se do hynte në lojë qeveria shqiptare, normalisht që Maqedonia do ngrinte pretendime që ne si shqiptar po ndryrim në punët e brendshme të shtetit Maqedonisë. Malizi gjithashtu të njëjtën gjë. Edhe ku do që ka shqiptar, edhe në Greqi jeton një komunitet tepër i madh shqiptarësh, edhe në Itali një komunitet tepër i madh shqiptarësh. Dhe në qoftë se ne shqiptarët do bashkohemi të gjithë bashkë kudo që jetojmë për të mbrojtur interesat e kombit shqiptar dhe të shtetasve shqiptar, atëherë jemi një faktor tepër i rëndësishëm dhe ndoshta ndër më të rëndësishmit të Ballkanit, për shkak të pasjes të shqiptarëve në shtete të ndryshme, çka do të sillte një dominancë të faktorit shqiptar në këto shtete. Por në qoftë se ne nuk do ta kapërcejmë veten tonë dhe të mos shohim interesat personal, por të shohim interesat e kombit ton, atëherë do jemi thjesht të zakonshëm. Por ndërhyrja e qeverisë, qoftë në zgjedhje, është diçka e cila mua më duket jo korrekte që qeveria shqiptare të ndërhyj duke mbështetur një kat tjetër politik në shtetin e Kosovës, siç nuk do t'i vinte mirë zotit Rama, në qoftë se zoti Kurti do vinte dhe të mbështete një forcë politike këtu. Pavarësisht se lëvizja vetëvendosje ka qenë edhe në territorin e Shqipërisë, por për shkaqe të tyre nuk është se kanë arritur ndonjë rezultat apo të kenë ndikim. Por ndërhyrja e qeverive në punët e shteteve të tjera është diçka e rrezikshme dhe mendoj se nuk nëse i referohem disa rezultateve
që vijnë nga procesi tashmë i përfunduar i numërimit të 12 tetorit të zgjedhjeve në Kosovë, rezulton për shembull që në fushë Kosovë shkon në balotazh Valon Prebreza i lëvizjes Vetëvendosja me 45.14% të votave me Besnik Osmanin e LDK-s, i cili ka mundur të fitojë 36.62%. Nëse i referojmë një komunë tjetër në Vushtri, Feriti Drizi i PDK-s ka marrë 45.56%, shkon në balotazh me Sulejman me hollin e lëvizjes Vetëvendosja me 30.63%. Unë mora vetëm këto dy komuna, por nëse i referojmë edhe komunave të tjera, shohim që të cilat do të shkojnë në balotazh, shohim që lëvizja Vetëvendosja nuk ka më atë peshën të cilën ai e kërkon, të cilën e kërkon. U zhgënjye populli dhe humbi atë peshën. Jo që e kërkonte, por dhe që e kishte. Sepse ka humbur mbështetjen të cilën kishte Kurti kur krijoi qeverin për herë të parë. Nuk e ka sot atë mbështetje, dhe kjo për shkak të sjelljes së leadershipit të tij, kokfortësisë së tij, duke menduar se gjithmonë ka të drejtë, dhe ne e kemi problem kudo, në çdo institucion, kudo atë qenjen e unit. Në qoftë se nuk veprojmë si ne, por veprojmë si unë, atëherë nuk do kemi asnjëherë prosperitet dhe zhvillim. Sepse uni gjithmonë është ai i cili na ka dëmtuar më së shumti. Në qoftë se do mendojmë si një e gjithë, dhe duke marrë mendimin e të gjithëve dhe duke vendosur me shumicë, atëherë do kemi mbështetje dhe do ecim. Në qoftë se ne i bindemi liderit, e shohim liderin si njeriu me fuqi superiore, ku vetëm ai ka të drejtë, atëherë kurse si nuk mund të jemi në kushtet për të qenë në zhvillim, pasi ti mund të qeverisësh për një kohë të gjatë, por nuk do të thotë që ke sjell zhvillim për popullin dhe për kombin tënd. Ndërkohë, nëse i referohemi asaj zonës së nxehtë të Kosovës, që është Mitrovica, tashmë është konfirmuar që Mitrovica e Veriut është fituar me shumicë votash nga serbët. Diskutimi tani lind për Mitrovicën e Jugut. Këtu kemi dy parti që pothuajse kanë të njëjtin rezultat, është PDK-ja dhe Lëvizja Vetëvendosja. Të dy kandidatët e këtyre dy partive politike qëndrojnë në një nivel votash 47.89% dhe 47.80%. Si e parashikon, do të mundet Lëvizja Vetëvendosja të marrë Mitrovicën e Jugut? Nuk i njoh kandidatët për të dhënë një opinion të saktë, pasi e thash dhe më përpara gjatë fjalës time, në zgjedhjet lokale vlerësohet më shumë kandidati se sa forca politike. Ne kemi zotin Ladrovci, që fitoi drejtimin e komunës duke qenë i pavarur, që s'kishte mbështetje politike. Ndërsa tani do të kemi në një lidhje të drejtë për drejtë nga Prishtina, gazetarin dhe analistin e njohur, Leonardolli. Nardi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit që me gjithë angazhimet e tua gjithë e kohën për të na u bashkuar në këtë diskutim, në fakt në këtë analizë që ne po bëjmë bashkë me avokata Ismail Xhafën në studio, përsa i përket situatës pas zgjedhore për zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut, po do të prekim pak edhe zgjedhjet në Kosovë. Duket që VMRO DPMNE-ja ka mundur të marrë shumicën e komunave në Maqedoninë e Veriut. Diskutime natyrisht ka pasur edhe përsa i përket pozicionit që do të ketë në të ardhmen koalicioni Vlen, nëse do ketë të njëjtën peshë, sepse ka mundur fitoj disa komuna, e ndërkohë çfarë ka humbur një tjetër koalicion me në krye Ali Ahmetin, ka ardhur koha për ndryshim në këto koalicione të shqiptarëve, janë humbës shqiptarët apo partit politike shqiptare, Nardi? Unë doja të thoja që ka një arritje të madhe si në Maqedoni, ashtu edhe në Kosovë, sa i takon standardit të zgjedhjeve dhe ecurisë së procesit zgjedhor në tërësi. Duket që janë në një nivel tjetër në raport me zhvillimin e zgjedhjeve në Shqipëri, edhe pse kjo nuk është pjesë e bisedës tonë, por është e rëndësishme të theksohet që edhe pse kemi një situatë të polarizuar, qoftë dhe brenda spektrit shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, apo edhe në Kosovë, nëpërmjet midis palëve politike, kur kemi ende një vend i cili nuk ka një qeveri të zgjedhur funksionale, procesi zgjedhor është realizuar, do të thoja, me shumë sukses dhe me shumë korrektësi nga palët.
Çka do të thotë që ka shumë nevojë që të ndiqet ky shembull dhe në Shqipëri dhe tregon një lloj maturie dhe pjekurie dhe të vetë forcave politike. Prandaj është e rëndësishme për të theksuar ky moment, sidomos për situatën që është në Republikën e Kosovës. Ndërsa sa i takon situatës forcave dhe politike shqiptare, e vërteta është që subjektet politike shqiptare dhe konkretisht BDI-ja nuk mundën dhe nuk ditën të orientoheshin me zhvillimet të cilat ndodhen në skenën politike. Ndërhyrja e Albin Kurti do të thoja në pjesën e faktorit shqiptar duke krijuar një forcë re politike, si kundërshta ajo vlen, por që në vetën e di shumë mirë që pjesa dërmuese e gjithë njerëzve të cilët janë në drejtimin e vlen vinë nga partitë e tjera politike. Për shembull vetë zoti Taravari vjen nga partia e Zjatën Selës. Pra nga një divorc do thoje që u bë me PDSH-n atëherë të Menduthaçit. Pra kjo ka qenë një histori do thoja pak e përsëritur sa i takon subjekteve politike shqiptare në rajon. Fillimisht filloi me Malin e Zi, me zhbërjen apo krijimin e subjekteve të reja, u pasua në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe ndodhi tashmë kjo situatë që ndodhi. Pa diskutim që unë do të mendoj që prirja e njerëzve ndonjëherë është të shkojnë dhe një gjë e të re, po pse jo ndonjëherë edhe në favor të subjekteve politike që flertojnë me pushtetin dhe janë pjesë e pushtetit sikundër është rasti i vlen, por në rastin tjetër do të thoja përgjigjja më konkrete është që shqiptarët në Maqedoninë e Veriut më tepër refuzuan alternativat se sa votuan alternativë të re. Pra dhanë një mesazh të qartë që nuk keni sjellë në mënyrë korekte dhe keni humbur besimin tonë. Sidomos rasti Çahirit në Shkup është që nga treguesit më kryesor sepse bëhet fjalë për bastione. Dhe bastionet në pjesën e shqiptarëve që jetojnë në shtetet rreth rrotull shtetit Am dhe Republikës së Kosovës kanë patur gjithnjë do të thoya një domethënie sa historike aq dhe tradicionale. Humbja e këtyre mesazheve pa diskutim është një mesazh i qartë i këtyre bastioneve, është një mesazh i qartë që u jepet drejtuesve politik të forcave respektive në rastin konkret të BDI-s, ose për të ndryshuar, jo thjesht dhe vetëm leadershipin, por ndoshta për të ndryshuar mentalitetin e prezantimit dhe përfaqësimit të faktorit shqiptar në Maqedoninë e Veriut, apo edhe diçka më e thellë se kaq ndoshta. Por gjithsesi pritet për të parë, domethënë dhe për të bërë analiza më detajuare të gjithave. Nga ana tjetër, kjo vazhdon të nxjerrë në pall dhe se theksoi edhe krizën e LSDM-s që ka qenë një parti që ka udhëhequr dhe ka drejtuar Maqedoninë për vite. Kështu që qasja e shqiptarëve ka qenë relativisht në tip koalicione me partitë respektive maqedonase, është një përzierje e tyre në aspektin e demokracisë së pastër mund të jetë edhe një, do të thoja një qasje krejtësisht normale, por ndoshta në situata të caktuara mundet dhe do duhej që faktori shqiptar të ishte më i unifikuar rreth vetes dhe ndoshta jo në kuptimin të kishim një parti të vetme, sepse pastaj nuk do të kishim demokraci, por do të kishim monopolizim të jetës politike në një subjekt politik, por besoj që duhet të kishim një lloj konteksti në raport me qasjen se si do të vinim në pushtet dhe si do të ishte më lehtë në pushtet. Për shembull, komunat ndryshme mund të kishte edhe koalicione lokale midis partive shqiptare, gjë që s'ndodh dhe rrezik se nuk do ndodhe për kohë gjatë. Megjithatë, të mos ta paragjykojmë, do të mbetet për të parë se si do të sillet maggioranca aktuale, meqense tashmë do dominojë jetën politike si në nivel qendror ashtu dhe në nivel lokal. Kohat ka dëshmuar dhe ka provuar që kryesisht në Ballkan, por jo vetëm, partitë kur kanë marrë shumë pushtete kanë filluar të abuzojnë me të. Nuk dua ta paragjykoj, shpreha thjesht dhe vetëm një fakt të ndodhur në të shkuarën. Uroj që kjo të mos ndodhë dhe në gjitha ato komuna
që ka fituar përfaqësues të partive shqiptare, nuk ka rëndësi nëse janë tashmë në opozit me majorancën aktuale apo në aleancë dhe koalicion me të punojnë shumë fort për të thoja për komunitetet e tyre, por dhe për të stabilizuar dhe për të konsoliduar pjesën e faktorit shqiptar në Maqedoninë e Veriut, i cili pa diskutim është një faktor shtetbërës dhe shtetformues. Nardi, në fakt edhe me avokat Xhafën ne këtu në studio e diskutuam, edhe tham se ndoshta ka ardhur pikërisht koha që Ali Ahmeti, që kryeson koalicionin, duhet të shqiptarëve që konsiderohen në një farë mënyre humbës në këto zgjedhje lokale, ka ardhur koha t'i lërë vendin një leadershipi të ri, po nga ana tjetër kemi pasur edhe një deklaratë shumë të fortë të Iset Mexhitit që shpalli fitore në Çajir, duke e cilësuar një moment historik të rëndësishëm për ndryshim në skenën politike shqiptare në Maqedoninë e Veriut, duke i bërë një thirrje Ali Ahmetit të drejtë për drejtë, dorëhiqu, duke sikur mes tyre më shumë se sa një lloj përpjekje për reflektim, duket sikur ka një lloj armiqësie. Kjo do ta vazhdoj ta dëmtoj palën shqiptare? Nëse do të vazhdojmë me këto linja? Për fat keq, politika ose le themi faktori politik në përgjithësi në Ballkan, po ndoshta edhe vende të tjera, por pak më e theksuar kjo në Ballkan dhe për më tepër në rastin konkret të përfaqësuesve shqiptar, më tepër është konsideruar si sfida ose hedhje dorezesh për duel në nivel personal, sesa në nivel politik dhe në nivel të çështjes kombëtare ose të faktorit shqiptar në ato vende ku ata janë që jetojnë të integruar në shtete tjera dhe me vende me kombësi të tjera. Kështu që këto mua nuk më duken domethënë vogëlsira në raport me realitetet. Pra, pjesa e nxjerrjes së mlefit ose e revanshizmave individual nuk mund të jenë dhe nuk mund të përcaktojnë në skenën e politikës. Nuk i shmangim dot pa diskutim, por nuk do të doja fare të merresha me atë koment. Ashtu si dhe në raste të tjera, unë kam një qëndrimin tim personal dhe të konsoliduar. Largimi i një individi nga jeta politike, qoftë edhe një lideri historik, do të thoja si kundër është Ali Ahmeti, nuk është çështje thirrje apo apele që mund të vinë nga kundërshtar politik apo edhe nga bashkëpunëtor brenda të njëjtit formacion politik. Ato janë qase individuale. Ato tregojnë dhe dëshmojnë maturinë reale të një leadershipi. Pra, nëse do të dorëhiqet ose jo, nëse Ali Ahmeti do të rikonfiguroj ose do të rishpik vetveten ose BDI-n të paktën, kjo është një çështje dhe duhet është çështje e tij personale, sigurisht është çështje publike sa i takon interesit, por çështja e vendimarrjes është një çështje personale. Unë uroj dhe shpresoj që Ali Ahmeti, po dhe shumë personazhe dhe figura të tjera në jetën politike të shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, të fillojnë dhe të krijojnë një qasje të re me konceptin e leadershipit. Leadershipi nuk është i barazvlefshëm dhe i barabartë me pushtet dhe favore. Leadershipi është me vizion dhe me interesa të përgjithshme. Nuk mund të mohojmë apo të menjanojmë ambicet personale, por asnjëherë dhe në asnjë moment ambicet personale nuk mund të jenë udhërfyes ose busull për të ndjekur, sepse duke ndjekur këtë pa diskutim që do të dëmtojmë rënd kauzën dhe formacionin më të madh të cilin përfaqësojmë. Egoja i një trajneri të një ekipi futbolli nuk mund të jetë mbi interesin e ekipit futbollit apo fjala vjen të përfaqësuesës të ekipit kombëtar të futbollit. Pra, në këtë aspekt nuk është çështje apelesh, nuk është çështje thirrje, është çështje maturish dhe përgjegjshmërish që individët caktuar në pozicionin e liderit, siç është zoti Ahmeti apo dhe të tjerë, duhet të marrin raport me veten e tyre, me formacionin e tyre politik dhe mbi të gjitha një përgjegjësi në raport me të gjitha ta mbështetës, tifoz, adhurues, votues që kanë mbështetur në këtë rrugtim të gjatë politik. Pra, i gjithë marrëdhënia e tij është me ta, sepse në fund fundit është vota e tyre ajo që e ka ngritur në këto nivele të jetës politike dhe të përfaqësimit.
Pra unë besoj që më shumë se çdo gjë tjetër është çështje maturie, pjekurie dhe përgjegjëshmërie për rolin që të është dhënë dhe për rolin që duhet të luash. Narti e tham pak më parë që do ta tregoj koha se ç'do të ndodhë në të ardhmen, por në fakt si e parashikon politikat që do të ndjek Mickoski duke qenë fitues, le të themi, në pjesën më të madhe të komunave, politika që do të ndjek ndaj shqiptarëve në të ardhmen? Unë nuk mund të parashikoj pavarësisht se Mickoski në vetvete është përfaqësues i një subjekti politik i cili ka për brenda edhe elemente konservatorizmit apo të ekstremizmit nacionalist Maqedonas. Është çështje që shumë njerëz kur vinë në pushtet sillen ndryshe në raport me pjesën që e kanë përdorur si trend për fushate, dhe një nga shembujt më elokuent të këtij rasti është vetë Albin Kurti në Republikën e Kosovës. Pra, nga të tjera elementë të cilët ai paraqiste në fushat deri në marrjen e pushtetit dhe në zbatimin e tij në pushtet pati domethënë oscilacione dhe devianca të jashtëzakonshme. Kështu që të gjitha këto mbeten për t'u parë. Situata përgjithsisht jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë në Europë është një situatë paksa e konfliktuar. Lufta në Ukrainë ka krijuar një presion të madh, do thoja, mbi vendet europiane dhe shumë nga parimet në raport me demokracinë, të drejtat e lirisë të individëve apo nacioneve që jetojnë brenda të njëjtit shtet kanë kaluar për fat keq në një plan të dytë. Uroj dhe besoj që do të ketë tashmë një maturi të konsoliduar edhe brenda VMRO DPMN-s në raport me sjelljen e faktorit shqiptar dhe pjesa e, le të themi, e ekstremizmit dhe nacionalizmit mund të mbetet thjesht në kontekstin e retorike, por mos bëhet pjesë e praktikave qeverisë. Shpresoj dhe besoj këtë fakt, sepse nuk mundet të ripërsëritin historinë kaq shpejt. Dua të pyes pak në minutat e fundit edhe për situatën në Kosovë. Mendojnë që dhe rezultatet e 12 tetorit e zgjedhjeve lokale në Kosovë janë në një farë mënyrë një lloj pasqyre e qeverisjes së Kurtit, sepse nuk kemi një numër të madh komuna që do të shkojnë në balotazh. Atëre, përpara komunave në balotazh ne duhet të rikthehemi rezultatit të zgjedhjeve të përgjithshme, kur u pa qartë që nga një për herë të parë në historinë e Kosovës që patëm një majorancë që mund të funksiononte vetë, pra një majorancë të pavarur nga koalicionet, e cila brenda një 4 vjeçari luajti shumë me pushtetin dhe me besimin që u dha nga publiku i gjerë, dhe si rezultat i kësaj përgjigja ishte pothuajse menjëhershme në një rënje të një nivelin kufit e 40%. Pra një pamundësi për të krijuar në mënyrë autonome qeverim. Fakti që më pas zoti Kurti, në bindjen time modeste, përdori shumë metoda ekstra politike dhe ekstra ligjore për të zvaritur proceset apo le të themi për të fshehur rezultatin e zgjedhjeve, më shumë e dëmtoi se sa e ndihmoi. Pra gjithë ato seanca për zgjedhjen e kuratarit të kuvendit, për konstituimin e kuvendit, të gjitha ato do të thoja qasje të panevojshme të zgjatura duke provokuar nervat jo të kundërshtarit politik, po më shumë të qytetarëve të Kosovës. Po edhe të ndërkombëtarëve deri diku. Qoftë atyre që kishin mbështetur në zgjedhjet e përgjithshme, sollën një efekt negativ. Edhe latat e tij të acaruara në periudhën e fundit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, besoj se kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm në raport me perceptimin e votuesit Kosovës në raport me Kurtin dhe forcën e politike, çka reflektohet edhe më ndjeshëm në zgjedhjet vendore. Dhe është një tregu në zgjedhjet lokale. Pra është një tregues i qartë që ka një humbje të besimit te Kurti,
Unë besoj që manovrat e tij politike nuk ishin të mirë peshuara, të mirë menduara, sepse, shpesh në politik perceptimi dhe qëndrimi makiavelist, qëllimi mi përligj mjetet është prezent dhe nuk mund ta shmangim, por me sa duket mund t'i ketë përligjur mjetet, por kanë qenë mjetet gabuara për të përcjellë mesazhet që i ka dashur në opinionin publik dhe për këtë ka marrë i përgjigje saktuar. Në fundit është vullneti i qytetarëve aty i shprehur. Dhe ai vullnet që njëherë të jep një autoritet të plot dhe një mandat të plotëve të qeverisës, dhe po kështu ta merr. Ai autoritet ta merr, po thjesht është problemi, a është leadershipi shqiptar i ndërgjegjshëm që dhe mund t'i merret? Pra, gjithë çështja shtrohet pavarësisht se vullneti i popullit shprehet në atë mënyrë, pra njerë të jep të bënd plotfuqishëm dhe njerë të thotë që nuk e ke merituar besimin tim, çështja shtrohet a është në vetvete leadershipi i hapur për të pranuar këtë qëndrim apo këtë verdikt të popullit. Nardi, të falenderoj për këtë analizë që solle në studion ton, të uroj punë të mbarë në vazhdim. Faleminderit edhe juve. Kishim një lidhje drejt për drejt nga Prishtina, Leonard Dollin, gazetarin dhe analistin e njohur që na është bashkuar në këtë diskutim dhe për ta mbyllur me avokatin në studio duke ju referuar dhe gjithçka që diskutuan dhe kësaj analize. Besoni që shqiptarët tani nuk flas vetëm për shqiptarët e Kosovës dhe të Maqedonisë, por natyrisht edhe për shqiptarët e Shqipërisë, me gjithçka që po ndodh duke parë në makro, do ta kenë të lehtë rrugën drejt integrimit evropian? Ne si shqiptar duhet të heqim dorë nga një ide ngulitur në kokën tonë, ajo pjesa e bashkimit të shqiptarëve në një shtet vetëm. I vetmi bashkimi i shqiptarëve në një shtet të vetëm, të pamundur, jo se mund të ndryshojnë shumë gjëra, por në kohën që ne jetojmë duket që është i pamundur. Dhe i vetmi bashkimi i shqiptarëve në një shtet vetëm është integrimi i të gjitha shteteve ku bëjmë pjesë shqiptarët në bashkimin evropian, që në vetvete do sillte në një farë mënyrë një bashkim natyral, pavarësisht se do jetojmë në shtete ndryshme, nuk do ekzistojnë kufit. Edhe kjo do të sillte në vetvete një bashkim në një farë mënyrë të shqiptarëve. Shqiptarët duhet të kuptojnë dhe duhet të punojnë për qëllimin e vetëm, për integrimin e shqiptarëve brenda atyre shteteve në të cilat ata janë, duke patur programe të qarta të zhvillimit të komunitetit të shqiptarëve, qoftë programe të integrimit social të shqiptarëve, të integrimit institucional të shqiptarëve, ku forcat politike të mundohen që të punësojnë sa më shumë shqiptarë në këto institucione për t'ju dhënë mundësinë që zëri shqiptarëve të jetë edhe më i fuqishëm, si dhe përsa i përket integrimit ekonomik duke krijuar mundësira punësimi për shqiptarët në të gjitha ndërmarrjet. Nuk është e thënë që të punojnë në një institucion shtetëror, por duke qenë në pushtet, duke patur diçka në dorë, të mundohen dhe të ushtrojnë në një farë mënyrë një lloj presioni pozitiv, qoftë edhe për ndërmarrjet private apo edhe për biznese private, të cilët të punësojnë sa më tepër shqiptar. Dhe duke u forcuar formimi tyre social, duke u forcuar niveli tyre ekonomik, normalisht që do sillte depozitën e tyre në shoqëri. Avokatun të falenderoj për gjithë kohën që na kushtove, edhe për këtë analizë që bëm bashkë me gjithë ata që na u bashkuan nëpërmjet lidhjes Skype. Natyrisht ditët në vijim do të tregojnë se çfarë do të ndodhë me rezultatet përfundimtare në zgjedhjet në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut për ato komuna që janë ende në balotazh. Ju falenderoj që qëndruat sonte me ne. Do të rishihemi te ditën e ardhshme në mbrëmje gjithmonë në orën 20:30. Natë mirë.